me biznes, që 2017. 8 vjetë shikoj si katadis lokal. Shif, jam veti 5 pa punë. Momenti që ishin këto kalova dhe para infrakt, vunaj na zemër. Mirë këto taksirate që na ranë. Bashkia tashin na ka dhënë leje për nari tjetër, lokalit parë, na ka blloku komplet hyrje, nuk funksionon asnjë. Mu më kanë hyrë 4 metra, 5 metra mrena, aty ka dalë 6 metra jashtë. Siç e përmendëm edhe në nisje, bëhet fjalë për këtë shtesë në hyrje të rrugës, për të cilën më datë 3 prill 2018 pronari lokalit mori leje për kryerje punimesh, e më vonë leje për vendosjen e një tende hizimi, por që më pas u shndrua në një hapësirë të mbyllur me hekura e gipse. Që nga e kohë ne kemi mbetur të izoluar, shërbimet automobilistike jashtë çdo funksioni, nuk shërben ambulanca, nuk shërben servisia, furnizimet për lokalit nuk funksionojnë. Sepse nuk mund të hyjnë autofletat nuk mund të hyjnë. Nga tesa apo në po i marrën krah. Ka marrë 2 herë leje për riparim të lokalit edhe vendosjen e panelave. Materialet kemi marrë krah nga rruga. Asi lloj furnizimi nuk bëjnë dot. Nuk din a kemi lokal. Sa do ku pamje, nuk hyn as zerfiksja, as ambulanca. Vend shkoj ka hyn na vin kënën deri shtëpisë tonë. Këtë puni bën bashkia. Jam pronari këtu në 2 ambienteve, jemi me leje legalizimi, me hipotekë. Vjen një moment, zotnia tu na bllokoi rrugën, na ka prish punë, edhe fush pamjen, edhe hyrja është e vështirë, dyqanet nuk duken, edhe u blloku nga 3 vjet. I kam shumë qira. Qira gjindje në nduar për mungesë. Ja, po patjetër, nuk ka fush pamje, i ishin ca afera tu me zi, prej me lutë, plot fuqish, merr policia. Dhe çfarë u zgjidh? Asgjë. Pas lejes për tendizimi, më datë 13 shkurt 2019, pronari lokalit lidhi kontrat me Bashkinë e Elbasanit për përdorimin e hapësirës publike kundrejt pagesës, por në dokumentin zyrtar të bashkisë nuk është vendosur adresa e saktë, si përfaqja e hapësirës së zëna, po shuma që duhet paguaj në bazë të metrave katror të zëna. Në pikën 5 të nenit 5 të kontratës, thuhet qartë se përdoruesi duhet përdor hapësirën publike në mënyrë të tillë që të mos kufizojë, shkaktoj dëme apo të shkel të drejtat e palëve të treta. Një pikë që ai e ka shkelur me të dyja këmbët në dëm të fqinjve. Kuptohet edhe me bekimin e bashkisë.